Komentimi përsosur i Kuranit, Gjuzi i 29. Surja El Ma'arij. Ajetet nga 29 deri te ajeti 35. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. E që e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se ndaj bashkëshorteve dhe sklaveve të veta, në këtë rast nuk meritojnë qortim. Por kush kërkon jashtë këtyre caqeve, pikërisht ata janë shkelësit. E që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë beslidhjet e tyre, e që gjithnjë dëshmojnë drejt, e që i falin namazet rregullisht. Pikërisht ata do të jenë të nderuar në kopshtet e xhennetit. Komentimi. Pjesa tjetër e karakteristikave të banorëve të xhennetit. Në ajetet e kaluara u përmendën 4 prej karakteristikave të besimtarëve të drejtë dhe të atyre që në kiamet janë banorë të xhennetit. Në këto ajete citohen dhe 5 veti të tjera, të gjitha së bashku bëhen 9 veçori të besimtarëve të drejtë. Karakteristika e parë është e ruajnë nderin e tyre nga marrëdhëniet e jashtëligjshme, përveç se ndaj bashkëshorteve dhe sklaveve të veta, në këtë rast nuk meritojnë qortim. Padyshim, instikti seksual është prej epsheve rebeluese dhe burimi shumë mëkateve të njerëzit. Për këtë, disa komentues janë të mendimit se në të gjitha dosjet e rëndësishme kriminale bërehet gjurma e kësaj dëshire inferiore, kështu që kontrollimi dhe zaptimi i saj konsiderohet një prej shenjave të rëndësishme të devotshmërisë, pikërisht për këtë arsye pas përmendjes së namazit, pas ndihmës ndaj nevojtarëve, pas besimit në ditën e kiametit dhe pas frikës së dënimit hyjnor, është përmendur kontrollimi dhe ruajtja nga ky instinkt i fortë. Rasti që është përjashtuar dhe është përmendur në këtë ajet e bën të qartë se logjika e Islamit është e ndërgjegjshme se epshi seksual nuk mund të çrënjoset plotësisht të veprohet përkundër ligjit të Allahut, siç bëjnë murgjit dhe të krishterët. Diçka e tillë zakonisht është e pamundur ose thënë më mirë është e palogjikshme, prandaj dhe klerikët e krishterë nuk kanë mundur që instinktin seksual ta fshin nga skena e jetës, edhe pse ata nuk martohen në mënyrë zyrtare, shumë prej tyre në vetmi kryejnë edhe punë të ndyra imorale. Nuk janë të pakta të këqijat që ka sjell me vete kjo rrugë e gabuar. Historianë të shquar si Will Durant dhe të tjerë kanë denoncuar hapur atë. Fjala ezwaj përfshin martesën e përhershme dhe të përkohshme. Pretendimi i disave se ky ajet nuk ka për synim martesën e përkohshme është sepse nuk janë në dieni që edhe ajo është një lloj martese. Në ajetin në vijim për ta theksuar më shumë çështjen, ajeti thot po kush kërkon jashtë këtyre caqeve, pikërisht ata janë shkelësit. Fjala el-amana ka një kuptim të gjerë. Ajo nuk synon vetëm amanetet materiale të njerëzve, të çdo lloj qofshin ato, por përfshin të gjitha amanetet hyjnore të profetëve dhe të imamëve. Çdo mirësi prej mirësive të Allahut është nga amanetet e tij. Pozitat shoqërore dhe veçanërisht posti i qeverisë konsiderohet si prej amaneteve më të rëndësishme. Prandaj në hadithin e njohur nga Imam Sadiku dhe Imam Bakiri, paqja qoftë mbi ta, lidhur me komentimin e ajetit, Allahu ju urdhëron që amanetet ju a ktheni atyre që u përkasin dhe kur të gjykoni midis njerëzve të gjykoni drejt. Vërtet Allahu ju këshillon mrekullueshëm dhe vërtet Allahu dëgjon çdo gjë dhe vështron të gjitha punët. Thuhet, udhëheqjen dhe qeverin lëruani të zotëve të saj. Gjithashtu në ajetin 72 të surës Al-Ahzab lexuam, ne u ofruam amanetin qiejve, tokës dhe maleve. Më e rëndësishmja se të gjitha këto, feja dhe libri i Allahut, Kurani, janë amaneti i madh i Zotit dhe duhet të përpiqesh për mbrojtjen dhe ruajtjen e tij, që i ruajnë amanetet dhe i plotësojnë beslidhjet e tyre. Fjala el-ahdu ka një kuptim të gjerë që përfshin edhe premtimet e njerëzve, edhe premtimet ndaj Allahut, sepse premtim konsiderohet çdo lloj detyre si dhënia e fjalës tjetrit. Padyshim më i rëndësishmi është premtimi i atij që beson Allahun dhe dërguarin e tij. Në këtë besim pranohen edhe premtimet e shumta. Islami ka kushtuar një rëndësi jashtëzakonisht të madhe ruajtjes dhe mbajtjes së premtimit dhe ka konsideruar atë si një prej shenjave më të rëndësishme të besimit. Në cilësimin e 4, ajeti shton
jeton gjithnjë dëshmojnë drejt. Sjellja e dëshmisë së drejtë pra rrëfimi i tij është një nga shtyllat më të rëndësishme të realizimit të drejtësisë në shoqëritë njerëzore. Ka nga ata njerëz që thonë pse të krijojmë armiqësi dhe t'i shkaktojmë shqetësime vetes, duke dëshmuar dhe duke sjell fakte kundrejt këtij apo atij personi. Njerëz të tillë janë të pavëmendshëm ndaj të drejtave njerëzore me mungesë të theksuar të frymës shoqërore, si dhe janë mospërfillës ndaj realizimit të drejtësisë. Prandaj Kurani famlar në ajete të shumta i ka ftuar myslimanët për të dhënë dëshminë e vërtetë, pra të dëshmojnë me fakte duke konsideruar fshehjen e të vërtetës si mëkat. Edhe në jurisprudencën islame dhënia e dëshmisë ka një rëndësi të posaçme dhe është konsideruar sikur themeli për të theksuar shumë prej të drejtave individuale dhe sociale dhe ka depozitat e veta të posaçme. Në cilësinë e fundit, e cila është përshkrimi i 9 te kjo seri ajetesh, i kthehet edhe një herë tjetër çështjes së faljes, ashtu siç kishte filluar me namazin, edhe këtu ajeti deklaroni falin namazet rregullisht. Siç e trajtuam më lart, duket që me fjalën namaz në rastin konkret shënohet falja e detyrueshme, kurse në ajetin e kaluar shënohej falja e pëlqyeshme. Në cilësimin e parë bëhej fjalë për vazhdimsinë e faljes, ndërsa këtu flitet për ruajtjen e normave, të kushteve, shtyllave dhe veçorive të tij, norma të cilat e ruajnë formën e namazit nga ato që e deformojnë atë e përforcojnë shpirtin e faljes, që është prania e vëmendjes së zemrës, duke i shkatruar pengesat etike në rrugën e pranimit të faljes. Përpasoj, kjo në asnjë mënyrë nuk mund të quhet përsëritje. Ky fillim dhe fund tregojnë që vëmendja ndaj faljes, midis të gjithë këtyre cilësive, tregon se falja është më e rëndësishmja, ndërsa namazi është shkolla e lartë e edukimit dhe instrumenti më i përshtatshëm për pastrimin e shpirtit njerëzor dhe kultivimin e shoqërisë. Në fund sqarohet se kush janë pronarët e këtyre cilësive. Në ajetet e kaluara u sqarua përfundimi i keqbërësve, ndërsa këtu me një fjali të shkurtër dhe domethënëse Zoti deklaron se ku do të qëndrojnë zotëruesit e cilësive të përmendura më sipër, pikërisht ata do të jenë të nderuar në kopshtet e xhennetit. Pse të mos jenë të nderuar, duke qenë se janë mysafir të Allahut. Allahu i plotfuqishëm dhe i gjithëmëshirshëm ka përgatitur për ta të gjitha mjetet e mikpritjes. Me fjalët kopshtet e xhennetit dhe të nderuar, nënkuptojmë begatitë materiale dhe shpirtërore që i takojnë këtij grupi.